Finaliste e edicionit të tretë të shtëpisë më të famshme në Kosovë, Sara Kolani, ka folur së fundmi për raportin e saj me fituesin e këtij edicioni, Drilon Ramën. Në një intervistë, Sara theksoi se ata vazhdojnë të kenë një marrëdhënie të mirë edhe pas përfundimit të spektaklit. Kemi një marrëdhënie shumë të mirë, është një person që shumë e respektoj, tha ajo duke shtuar se jashtë shtëpisë janë më të çiltër dhe të lirë nga tensionet e lojës. Pavarësisht thashë themeve për një lidhje dashurie, Kolami nuk dha detaje, duke lënë të kuptohet se për momentin ata janë vetëm miq të mirë. Por nga ana tjetër, Sara Kolami mbrëm ka festuar ditëlinjën e saj mes shumë miqve dhe kolegëve. Në këtë festë nuk mungoi as Driloni, pasi që kishte një raport mjaft të ngushtë brenda shtëpisë së famshme në Kosovë. Nga pamjet e publikuara, dy shihen mjaft të lumtur pranë njëri tjetrit. Ne duhet të rikujtojmë se para disa ditësh, Sara dhe Driloni postuan një foto duke ngritur dyshimet se mes tyre po lind diçka më shumë se sa miqësia. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.